Në rrugën prapameje 53 vjeçari SM nga Negotina e komunës së Vrapçishtit e ka varrosur 53 vjeçaren HM nga fshati Raven i komunës së Gostivarit. Policia gjatë natës së mbrëmshme ka arritur të gjejë trupin e 53 vjeçares. Informacionet tona janë se trupi i të ndjerës është gjetur pasi është gjurmuar telefoni i të njëjtës. Më datë 9/12/2025 në stacionin policor Gostivar, djali i viktimës e ka raportuar viktimën HA 53 vjeçe si e humbur. Gjithashtu të nesërmen, pas kontrollit të kamerave të sigurisë në shtëpinë e kushëririt të tij, të njëjtit pra kanë konstatuar se e humbura HA, pra që është shpallur si është dukur, me një vetur të tipit Fiat, është larguar nga shtëpia e djalit të saj, pra dhe sipas raportimeve bëhet fjalë për marrje të detyrueshme nga shtëpia. Pas kësaj ngjarje, menjëherë policia ka ndërmarrë hapat dhe veprimet për gjetjen e personit, kështu që është arrestuar pra personi në fjalë dhe me urdhër të gjykatës në shtëpinë e tij është kryer mbastisje, ku gjatë mbastisjes është arrestuar edhe bashkëshortja e tij, ku pas bisedës zyrtare në stacionin e policisë, e njëjta ka pranuar se bashkëshorti i saj e ka vrarë tani më të ndjerën dhe ka treguar lokacionin se ku e ka varrosur. Menjëherë është siguruar vendi i ngjarjes, të cilën e ka treguar pra raportuesja dhe është kryer inspektimi në vendin e ngjarjes ku është gjetur trupi i pajetë të së ndjerës A dhe është me urdhër të prokurorit publik është dorëzuar për obduksion.